Mbrëmja e 7 tetorit e vitit 2023 doli të jetë e kopshme për më shumë se 370 persona cilët humbën jetën këtu si pasojë e sulmeve terroriste në festivalin që njihet ndryshe botërisht si Nova Festivali, në vendin ku nisi gjithçka nëse i referohemi krizës dhe luftës së 2 viteve më përpara. Sot jam i vendosur këtu në vendin ku dikur ka qëndruar publiku para një skene të muzikës elektronike, një skene që ishte organizuar mu në afërsitë tonë. Sot, këtu, janë vendosura fotografitë e viktimave, kryesisht të ri, të cilët humbën jetën dhe u vranë mizorisht nga forcat terroriste të Hamasit, të cilët kishin ardhur befasisht këtu dhe të kishin thyer kordonin dhe pjesën kufitare të këtij vendi. Sot, 2 vjet më vonë, këtu kujtohen viktimat e asaj mbrëmje të kopshme për Izraelin në përgjithësi, por edhe për të rinjtë e pafajshëm. Sot këtu, ky vend është shndruar në një vend pelegrinazhi ku qytetarët e Izraelit, por edhe qytetarë që vinë nga shumë vende të botës, vinë për të nderuar viktimat e sulmeve terroriste. Sot kemi mundësi të ndjekim edhe rrëfimin e një të mbijetuare në një situatë dramatike, në një situatë